26 prill. Ti u krijove për Perëndin. Sepse Zoti nuk do ta braktis popullin e tij për hir të emrit të tij të madh, sepse i pëlqeu Zotit t'ju bëj popullin e vet. E parë Samuelit 12:22. Emri i Perëndis shpesh i referohet reputacionit, famës dhe zulmës së tij. Kjo është mënyra si e përdorin fjalën emër kur themi se dikush u bën emër. Ose ndonjëherë themi se kjo është markë e njohur dhe me këtë nënkuptojmë një markë me reputacion të lartë. Kjo është ajo që mendoj kur lexoj për Samuelin te e parë Samueli 12:22, i cili thotë se Perëndia e bëri Izraelin një popull për vete, dhe se ai do ta dëbonte atë popull për hir të emrit të tij të madh. Mënyra si ai mendon për zellin e Perëndisë e për emrin e tij konfirmohet në shumë pasazhe të tjera. Për shembull, te Jeremia 13:11, Perëndia e përshkruan Izraelin si një brez apo rip me të cilin Perëndia zgjodhi ta vinte në pa lavdinë e tij, edhe pse kishte raste kur Izraeli ishte përkohësisht i papërshtatshëm. Sepse ashtu si brezi përputhet me hijet e njeriut, kështu unë kisha bërë që të përputhej me mua tërë shtëpia e Izraelit dhe tërë shtëpia e Judës, thot Zoti, me qëllim që të ishin populli im për famën, lavdinë dhe zulmën time, por nuk deshën të më dëgjojmë. Pse u zgjodhi Izraeli dhe u bë brezi Perëndis? Që të mund të ishte një famë, lavdi dhe zulm. Fjalët lavdi dhe zulm në këtë kontekst na tregojnë se emri do të thotë famë, nam ose reputacion. Perëndia e zgjodhi Izraelin që populli t'i bënte emër atij. Tek Isaia 43:21, Perëndia thotë se Izraeli është populli që kam formuar për vete, do të shpall lëvdimet e mia. Kur në dhjatën e re, kisha nisi të shihte veten si Izraeli i vërtet, Pjetri e përshkruan kështu qëllimin e Perëndis për ne. Por ju jeni fis i zgjedhur, që të shpallni lavdinë e atij që ju thiri nga teri në dritën e tij të mrekullueshme. E parë Pjetrit 2:9. E thënë ndryshe, Izraeli dhe Kisha janë zgjedhur nga Perëndia për ta bërë atë me emër në botë. Kjo është arsyeja pse ne më së pari lutemi me forcë, u shenjtëroft emri yt, Mateu 6:9, dhe pse lutemi, ai më prin në përshtigjet e drejtësisë për hir të emrit të tij. Shih Psalmi 23:3. Kur flasim për një popull të përqendruar te Perëndia, mbaj mend se kjo ndodh sepse ne po i bashkohemi Perëndis në faktin që ai ka veten në qendër. Tani që jetojmë pas kryqit, do të thotë se jemi njerëz që varemi te Krishti dhe lartësojmë atë. Djema, ju shkruaj sepse mëkatet ju janë falur për shkak të emrit të tij. E parë Gjoni 2:12. Te çdo gjë që të bëni, me fjala me vepër, t'i bëni në emër të Zotit Jezus, duke e falenderuar nëpërmjet tij Perëndin atë. Kolosianëve 3:17.